Këngëtarët e njohura të muzikës popullore, Gili, Remzi Osmani dhe Shyhret e Behluli, kanë tërhequr sërish vëmendjen e publikut. Këtë herë në një dasmë ku janë shfaqur pra njëra tjetrës, si dikur në ditët e para të karrierës së tyre. Të trijat, të veshura me elegancë dhe plot shkëlqim, kanë rrezatuar gëzim dhe harmoni, duke dëshmuar se miqësia e tyre, e ndërtuar në vite, mbetet e fortë dhe e pathyeshme. Në një fotografi që Gili ka ndarë në Instagram, ato shihen të përqafuara dhe të buzëqeshura, një moment i thjeshtë, por i mbushur me ngrohtësi dhe kujtime. Ndjekësit kanë komentuar me admirim, duke i përshkruar si trinomi i artë i muzikës popullore shqiptare. Tri gra që kanë ruajtur jo vetëm zërin dhe pasionin për këngën, por edhe respektin e ndërsjellë që i bashkon si motra të shpirtit. Kudo që shfaqen, Gili, Remzia dhe Shyhretja sjellin me vete një frymë pozitive, një ndjenjë nostalgjie për kohët e arta të muzikës popullore, por edhe një mesazh të qartë për brezat e rinj, se suksesi nuk ka vlerë pa dashuri, besim dhe bashkim mes artistëve. Miqësia e tyre, e kalitur ndër vite në skenë, në gëzime e në vështirësi, është kthyer tashmë në një simbol të qëndrueshmërisë dhe respektit në botën e artit. Me çdo dalje publike, ato e dëshmojnë se muzika nuk është vetëm zanat apo pasion, por një urë që lidh zemrat dhe zemrat e tyre duket rrahin në të njëjtin ritëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.